Shfrytëzimi i fëmijëve për lypje mbetet një fenomen ndaj të cilit Bashkia e Shkodër ka shpallur zero tolerancë. Prej disa javësh një task force e përbashkët të përbërë nga Policia Bashkiake, Shërbimi Social dhe Policia e Shtetit po zhvillon monitorime të vazhdueshme në terren për identifikimin dhe parandalimin e rasteve të tilla. Drejtoresha e Shërbimit Social Edita Shoshi shpreh se masat ndërmarra kanë sjellë rezultate të para pozitive, ndërsa kontrollet ndërhyrjet do të vijnë çdo ditë për të garantuar mbrojtjen e fëmijëve dhe për të parandaluar çdo formë shfrytëzimi. Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit ka formuar një task force e cila është në vazhdimsi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i vënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat e cilat janë marrë nga task forca po japin frytet e para. Dhe kjo shihet dita ditës në qytetin tonë. Por që kjo të shumëfishohet më shumë dhe ne të vazhdojmë me intensitet këtë punë, na duhet bashkëpunimi të gjithë qytetarëve. Ju lutem mos dhuroni para, denonconi fenomenin në momentin që ju shikoni një fëmijë duke u shfrytzuar, në numrin e Policisë Bashkiake apo në numrin e Policisë së Rendit. Ftojmë të gjithë qytetarët të mos dhurojnë para, të mos nxisin shfrytëzimin e fëmijëve. Bashkia e Shkodër bën apel qytetarëve të mos qëndrojnë indiferentë dhe të denoncojnë çdo rast të shfrytëzimit të fëmijëve për lypje. Institucionet theksojnë se vetëm përmes bashkëpunimit me komunitetin mund garantohet mbrojtja e fëmijëve, kujdesi për ta dhe drejta e tyre për një fëmijëri të sigurt dhe një të ardhmë të mirë.